Bismillahirrahmanirrahim, disa specifika të surës Mudaththir. Tek dialogu I dytë mes banorëve të xhenetit dhe banorëve të xhenemit, domthon unë I pikas të gjona. Prap namazi. Për namazin që na mban afër Zotit, ose afër me Zotin. Edhe fi xhenetin yatasaelun. Në xhenet ata banorët e xhenetit pyesin njërin tjetrin se atu ka kohë vëllazër, atu s'ka kështu llogaritjet minutave, ja kripin nuk ec. Pra që atu për shembull ja vlen edhe me najt pa kufi. Ose ja vlen kështu me najt nëse bën me thonë kështu më kuptu kat. Atë s'ka nevojë me pas arsye. A këtë botë me hub njëri kohën. I po përkon e pyesin njërin tjetrin andil mujrimin. Për ata që janë tallë, kanë jetu një jetë shfrenume, kanë kishe, ose janë përqish me ata besimtarë që janë falë, kështu më radhë. Me se leke kum fi sakar. Çka ju ka sjell juve këtu në sakar, në këtë skater të xhehenamit? Gjëja por lem në kumin e musallin. Min el musallin. Pra s'kemi qenë për atyre që në vazhdimsi jemi falë, në vazhdimsi e kemi ndje praninë e Zotit në zemrën tonë. E dyta ushqimit të varfër. E këtu normalisht unë kam shkruar këtu tek meditimi ka një pesazh të bukur tek surja Ma'arij, në lidhje e bukur me sa jetëm. Mirë, por për këtë na duhet një ligjërat tjetër. Fjalët e kota, kthehemi tek surja Luqman. Ato bile surja Luqman quhet binaul insan, ndërtimi I njeriu. Nga mënyra se si Luqmani e këshillon, e mëson birin e tij, ato realisht ndërtohet njeriu. Vlera ditës së gjykimit. Surja Fatiha. Çfarë thotë wa kunna nukadhibu bi yawmiddin. Edhe e kemi përgënjeshtu ditën e gjykimit. Kthehemi tek surja Fatiha. S'ka shpëtim për mëkatet. Është dita e ndërgjegjësjes, s'ka shpëtim. Kthehemi te sura Taghabun. Aty Allahu I drejtohet atyre. Pe specifikave të surës Mudaththir që ne kam shkruar, o ma yadhkuruna illa. Gjithë ato këshilla e mësima më në fund kush përfiton o vëllazër? Ata që kanë mend, ata që nalen fishirojnë edhe shikojnë përfundimin, jo fillimin. Kjo është postulati I thirrjes, o ma yadhkurun. Ti fal sa dush, mëno mira më në fund marrin mësim që ata njerëz që e kanë për një mend. Tjetra, tek surja e marrë vesh që ka njerëz që janë pushtet ama pa merit. Është ka shumë pushtet e shumë fuqi, po se meriton. Mos u mashtro. Fundi I surës prapë si për surja Muzammil me përkujtesë, kella innehu tadhkira. Këshill është vëllazër. Me dëshirë mundeni me u bë musliman. Me zar s'është I kërkosh. Faman sha dhakara. Kur ai që don përkujtohet. Ajetet 48-51 e përshkruajnë gjendjen e këtyre njerëzve përballë thirrjes së pejgamberit alayhis salam. Njerëz të çorientuar, njerëz pa mendje, njerëz me ego, njerëz arrogant, njerëz me emocione. Këto janë ato gjëra që I ka përshku ajo gjendje e vazhduar me përballë thirrjes së pejgamberit alayhis salam. Nëpërmjet ajeteve. E me ne Allah herën tjetër ligjëratën tjetër fillojnë me atë taswirin peizazhin e surës ajet pas ajeti. Deri atë ju rujt I madh Zot e falenderoj nga sa.